ligjore dhe mbi fakte, çmontimin e të tjera manipulimeve dhe mashtrimeve të qëllimta, të montuara shumë trash në akuzën politike të SPAK kundër presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta. Nisim me çmontimin e një mashtrimi të qëllimshëm, kriminal, të nivelit më të lartë, të kryer me dashje nga ana e SPAK ndaj autoriteteve amerikane. Kjo që do shfaqet tani në ekran është një letër porosi e datës 11 mars 2025, që SPAK ka dërguar në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shihni, ju lutem, me sytë tuaj si mashtron qëllimisht SPAK autoritetet amerikane, duke pretenduar, sipas SPAK, se tashmë është e provuar që zoti Meta ka përdorur të paktën 3 karta amerikane. Ky është një mashtrim, jo 100%, por 1001%. Zoti Meta kur nuk ka përdorur në jetën e tij një kartë bankare shqiptare dhe jo më amerikane, europiane apo të ndonjë vendi tjetër. Kjo provë në thojza imagjinare nuk ekziston. 0 kartë bankare të përdorur nga Ilir Meta gjatë gjithë jetës së tij. Vjojmë tani me çmontimin e një tjetër manipulimi, përpjekjen e SPAK për të lidhur gjoja ndërhyrjen e zotit Meta në miratimin e ligjit për minierat në Kuvend në datën 9 tetor të vitit 2014. Së pari dua të sqaroj se nga propozimi dhe deri në miratimin e një ligji ndiqet një rrugë e hekurt, e përcaktuar qartë në kushtetut dhe në rregulloren e Kuvendit. Projekt ligji depozitohet në Kuvend nga një deputet, nga një grup deputetësh apo nga Këshilli i Ministrave, shqyrtohet në komisionet përgjithëse parlamentare dhe në finale është votimi në seancë që vendos rrëzimin apo miratimin e tij. Por cila ka qenë procedura e ndjekur në këtë rast? Përgjigjen e jep vetë SPAK në komunikimin zyrtar të akuzës ndaj presidentit Meta. Konkretisht, në faqe numër 134, ju lutem dokumentet regjia, SPAK shkruan vetë e zeza në të bardhë, në datën 8 korrik 2014, deputetja Esmeralda Shkeau depoziton në sekretarinë e Kuvendit amendamente për 2 nene, neni 19 dhe 27 të projektligjit. Në përfundim të procedurës parlamentare, shkruan vetë SPAK, neni 35 i ligjit numër 10-304 datë 15 korrik 2010 për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë është miratuar, shkruan SPAK, sipas amendimeve të deputetes Esmeralda Shkeau. Dihet botërisht për gjithë ata që i ka lënë kujtesa se kjo deputete ishte deputete e Partisë Socialiste e Edi Ramës dhe jo e ish Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por fakti më interesant që nuk duhet haruar është që këtë nisëm e ka mbrojtur në Kuvend personalisht Edi Rama në seancën plenare të datës 9 tetor 2014. Ju lutem regjis planet dhe fjalën e kryeministrit. Me një rëndësi strategjike që ndan qartë 2 epoka, epokën e një barbarie të stërzgjatur me pasojë tragjedira një pasnjëshme të kthyer në rutinë në shfrytëzimin krejtësisht kriminal të pasurisë kombëtare dhe epokën që nis me miratimin e këtij projekti, i cili ka në themelin e vet në radh parë detyrimin për siguri. Unë dua të
falenderoj përpara Kuvendit, në radhë parë Ministrin e Energjisë dhe të Industrisë. Pra si kundër e pat dhe e digjuat, amendamentet në ligjin për minierat i propozoi deputetja e Edi Ramës. Ndryshimet ligjore i kanë mbrojtur vet Edi Rama dhe ligjin e kanë votuar vet deputetët e Edi Ramës, ku ekziston ndërhyrja e zotit Meta në këtë rast. Kujtoj se në atë kohë, pra 12 vite më parë, Partia Socialiste kishte 65 vota në parlament, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim 16 vota. Sigurisht që LSI e votoi në atë kohë ligjin, për shkak se ndryshimet forconin dhe garantonin sigurinë e punëtorëve në miniera. Por theksoj se Ilir Meta ka patur vetëm një vot. Ku qëndron pra ndërhyrja e tij në këtë rast? Mashtrimi ordiner i SPAK. Sikur gjoja zoti Meta na pas ka ndërhyr për miratimin e këtij ligji, për të përfituar po sipas imagjinatës të çmendur të SPAK-ut, një biznesmen i caktuar bie poshtë e para, sepse ka zero provë që zoti Meta të ketë patur në një komunikim për këtë çështje me një biznesmen të caktuar. E dyta, se nga ky ndryshim ligji, në atë kohë, në djenin tonë nuk ka përfituar vetëm një biznesmen, por ka përfituar rreth 300 subjekte që operonin në fushin e minierave, numër që aktualisht ka shkuar në rreth 600 kompani. Vjojmë tani me episodin që ka të bëj me kompanin e vetme celulare shqiptare, Kompanin Plus, kompanin tani më e falimentuar. Publikojmë provën e parë ligjore, një dokument zyrtar shtetëror marrë nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ekstraktin historik të regjistrit tregtar për të dhënat e Kompanisë Plus. Siç mund ta verifikoj lehtësisht kudo, është dokument i aksesueshëm në internet. Kjo kompani nuk ka patur vetëm një aksioner, por ka patur 161 aksioner shqiptar nga Shqipëria dhe nga Kosova, emra të njohur të biznesit, përfshi dhe Post Telekomunikacionin e Kosovës. Them ka patur 161 aksioner, sepse si kundër e pa tani, Kompania Plus ka falimentuar. SPAK pretendon, sikur gjoja, ka ekzistuar një ndërhyrje nga ana e zotit Meta, si kryetar i parlamentit, te kryetari i Jasakoe i AKEP-it, si që njërat autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare, për të favorizuar gjoja një aksioner të kësaj kompanie, kundërkohë kompania ka patur 161 aksioner nga Shqipëria dhe nga Kosova. Pra, i gjithë manipulimi që ka bërë SPAK me këtë episod, është lidhja e paqen, sikur zoti Meta ka ndërhyrë pranë AKEP-it për të favorizuar Kompanin Plus. Tani pyetjet që lindin natyrisht janë ku është prova ligjore që implikon zotin Meta? Ndaj kujt ka ndodhur ndërhyrja e supozuar dhe si e fakton SPAK-u ligjërisht pretendimin për ndërhyrje të zotit Meta? Ka zero provë, ka zero fakt, ka zero mesazh apo komunikim telefonik ndërmjet zotit Meta dhe çdo personi tjetër për të favorizuar Kompanin Plus. Ku qëndron manipulimi ordiner dhe kriminal i SPAK-ut në lidhje me këtë episod? Kujtojmë se në periudhën për cilën bëhet fjalë, aksionerët e Plusit ankoheshin se kompania e tyre po falimentoi qëllimisht nga AKEP-i për llogari të dy kompanive të huaja më të mëdha celulare që operonin në treg. Spekulimi i qëllimshëm i SPAK-ut qëndron mbi një përgjim apo mbi disa mesazhe të gjetura në një komunikim telefonik
që ka patur një deputete antare e Komisionit Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese me kryetarin e AKEP-it të asaj kohe, ku i fundit i shprehet se drejtuesit, pra aksionerët e Kompanisë Plus, janë ankuar sipas tij te kryeministri dhe kryetari i Kuvendit se AKEP-i po i falimentonte për interes të dy kompanive të mëdha të huaja celulare që operonin në treg. Sikundër ekzistojnë në fashikut hetimor edhe mesazhe midis aksionerëve të Plusit dhe antarëve të tjerë të Komisionit Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, ku ata ngrenë të njëjtat pretendime ndaj AKEP-it. Po pse ankoheshin për AKEP-in? Sepse sipas nenit 7 të ligjit për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë, një nga funksionet themelore të AKEP-it është pikërisht të garantojë mos diskriminimin dhe barazin në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Por edhe në këtë episod e theksoj, ka zero përfshirje të zotit Meta. Madje edhe në ato mesazhe që disponon SPAK-u, që e theksoj mesazhe që nuk i përkasin zotit Meta, nuk bëhet fjalë absolutisht për favorizim, por pikërisht për zbatimin me rigorozitet të ligjit, pra për mos diskriminimin e Plusit për interes të dy kompanive të tjera të mëdha celulare të huaja që operonin në treg. Pra, zero fakte, zero prova, zero mesazhe, zero komunikim telefonik me zotit Meta dhe kujdo tjetër në lidhje me kompaninë Plus. Po sigurisht kur nuk ka prova, ka vetëm manipulime, mashtrime, ordinere, kriminale të qëllimshme nga ana e SPAK, thjesht dhe vetëm për të fshehur të vërtetën dhe për të justifikuar rrëmbimin kriminal mafios të presidentit Meta në 21 tetor të vitit 2024 dhe për të justifikuar vijimin e mbajtjes së tij në mënyrë të palishme në shkelje të kushtetutës dhe të konventës prej më shumë se 19 muajsh në izolim ekstrem politik, thjesht dhe vetëm për llogari të Edi Ramës. Ndaj edhe një herë, i ftoj të gjithë mediat, të gjithë gazetarët e pavarur, të gjithë analistët, përfaqësuesit e shoqërisë civile, të gjithë trupin diplomatik të akredituar në Tiranë, të jenë prezent në datën 27 prill, në seancën e parë të gjykimit në themel, ashtu si edhe në çdo seancë, ku zoti Meta do të jetë ballë për ballë me bandën që e rëmbeu dhe që po e mban në izolim ekstrem pa asnjë fakt, pa asnjë provë, pa asnjë qindark të palishme të sekuestruar, me 0 metrë katror pasuri të palishme të sekuestruar, dhe vijon ende ta mbajë për më shumë se 19 muaj në izolim ekstrem, sepse në këto seanca do të çmontohen në ADN të gjitha akuzat farsë dhe i gjithë ky proces kriminal dhe politik kundër tij. Faleminderit.